Çmimi i lartë i naftës ka bërë që shumë banor të fshatrave të heqin dorë nga punimi i tokës me mjete agregate dhe të rikthehen punimit me kafsh. Kastriot Cami e Roland Duka janë ndër të paktët që vazhdojnë të ruajnë traditën e punimit të tokës me kal. Ata thonë se prej shumë vitesh bëjnë këtë punë, duke punuar me pagesë tokat bujqësore të zonës së Gjuricës, por jo vetëm. Por këtë vit kanë punuar më shumë për shkak të rritjes së çmimit të naftës, që ka ndikuar direkt në rritjen e kostës së punimit të tokës mesator. Kastrioti dhe Rolandi punojnë së bashku ndërsa shtojnë se me këtë punë mbajnë familjen. Ata thonë se nuk kanë abuzuar me rritjen e çmimit për dynim pavarësisht situatës ku ndodhemi. Nga e nafta po i mjellim me. Radhë një. Shkët punë bëhesh çdo ditë. Shkët punë merrem një javë, 2 javë, në mos kumbur. Një 4-5 ditë. Pra shitjen e mjell. Sa shko këti, se unë jëmë punëtor? Ka 15 lekë ditë. Morin. Punëm, jetëm. Me kal, një kalku. Puno, këtë solë dhe me, aja është puna. Naftake, për unë s'kum zatore gjanë, unë kum që këtë kal. Me punu, me jetu. Për shmit, i moshën 13 vjeqë. Me që këtë zana. Shumë zona në qarkun e Dibrës janë rikthyer punimit të tokës me kafsh pune për shkak të rritjes së ndjeshme të çmimit të naftës, që përpasoj ka rritur edhe çmimet e atyre që kanë mjete agregate.